Si është nga afër zoti Berisha, krahasimisht me zotin Basha, pa ti ke punuar me të dy? Po, unë kam qenë ata të cilët, jam i sinqert, kam pasur një shpresë të madhe tek zoti Basha dhe besoja realisht që nëse ai do të ishte kryeministër, do të ishte një kohë e artë për vendin me idenë që është një figurë e re me një bot kuptim tjetër. Pra kisha një shpresë shumë madhe, kam punuar shumë dhe kam dashur shumë edhe si njerëz, se kam pasur dhe lidhje dhe ndjej shumë keqardhje se si rrodhen gjërat, por gjithse cili merr përsipër përgjegjësinë për vendimet e veta. Kurse se si ka qenë të punoje me zotin Basha, ishte pak e vështirë për vërtetës kur leje diçka. Pra kur kërkoje diçka, ta afirmonte atë, pastaj ajo mbeteshe rrugëve, për shembull një diskutim për degët. Nëse kishim një problem me një degë të caktuar që nuk po shkonte me kryetarin e degës, apo nuk po bëheshe një takim për shkak të impenjimeve të tjera, ti e lije këtë diskutim në tavolinë, ai të thoshte po, ajo mbeteshe rrugës, nuk kishte këtë aktivitetin e përditshëm dhe tensionin e përditshëm që ta mbante gjallë diskursin, nuk kishe me zotin Basha nuk kishte një, si thosh, nuk e mbyllje dot një çështje duke ulur në tavolinë. Kurse me zotin Berisha nuk ishte i prerë deri në fund. Me zotin Berisha nëse shkon për diçka, i thot lëviz këtu bëhet, këtu e ke gabim. Edhe mbyllet ajo çështje. Pra, i vë vulën direkt diskutimit, po them. Po, mbyllet ose të thot, do ta mendoj dhe të thras. Kur thoshte Basha do ta mendoj dhe harroje deri kur thriste ai. Kurse kur thot Sali Berisha do ta mendoj, ai e mendon të merr të thret, thot hajde, kështu vendosa për atë çështje, mendoj që duhet bërë kështu, duhet bërë ashtu. Unë kam arritur ta njoh më së miri jo tani Sali Berishën, por kur isha antar i komisionit të themelimit. Domethënë sinqerisht është shumë qesharake kur dëgjoj nëpër studio, jo po është diktator në parti, e kam me dhunë, e kam kështu. Mbledhjet e komisionit të themelimit zgjasnin 3 orë, 4 orë. Ai refuzonte të largoheshe pa dëgjuar mendimin e gjithëve dhe diskutimet tona me njëri tjetrin. Refuzonte të largoheshe. Ne ishim disa raste unë, disa raste Flamuri, apo disa raste Luciano, thoshim ta mbyllim se bën 2 orë gjys, ai thoshte jo. Kush e ka, nuk ka kohë të merret me këtë punë, le tiki. Po këtu kemi ardhur për të diskutuar një mbledhje dhe gjithë secili të shpreh mendimin e vet. Edhe takimet që bëjmë neve po të shikojnë, se po të bëjnë një analizë gazetarët, shikojnë sa zgjasin mbledhjet tona. Pasi mbyllen dyert. Zgjasin më shumë. Kurse në PS zgjat sa bën fjalimin ai, pastaj për 5 minuta mbyllet mbledhja. Se s'ka atje diskutime. Kurse këtu mbasi mbyllen kamerat, zgjat 1 orë, 2 orë, 3 orë diskutimi, sepse i dëgjon të gjithë dhe këtë e bën me ne si deputet, e bën me kryetarët e degëve, e bën në përkryesitë e degëve. Për Sali Berishën ka 0 rëndësi se kush je dhe se çfarë je. Se ai ka te kaluar ato etapa, ai dihet që është një lider politik i pazëvendësueshëm dhe ai e vlerëson njeriu njësoj. Dhe një gjë që e kam dashur Sali Berishën unë gjithmonë është që edhe kur kam qenë më i ri, pra kam qenë 28 vjeç, 27 vjeç, që kam shkuar, jam konsultuar me atë, ai më merrte mua seriozisht njësoj siç më merr dhe sot. Dhe kjo është një gjë shumë e veçantë për të rinjt, në veçanti që ti vlerësosh mendimin e tyre. Nuk ka njeri që ja vlerëson mendimin si Sali Berisha.